Dialogu strategjik me Amerikë? Do të thëtë procesin tjetër, do të thëtë ajo që e thuani jo, do të thëtë që kështu në proceset kyçën, proces të ma të rëndësishme besoj që ndërlidhen edhe me sigurimin me paqen, me sundimin e ligjit, me qeverisin e mirë, në një farë do të thëtë jemi në një status quo ku s'po lëviz mo bash asgjë. Dhe po të më kthye edhe nërë të kjo faktit të këto komunikatat, deklaratat e liderëve tanë. Nuk mjafton për publikun, për popullin një mashtrim optik ku në këto komunikata i kërkon Kallasit, i kërkon van der Leyen, i kërkon shteteve të BE-s që me shurtu aplikacionin për ndarësim në BE, me dërgu për para agjende e Kosovës për integrim evropian. Të thotë se këto nuk janë komunikata serioze. Nuk është që një farë mirë të marrin ata seriozisht, kërkesat e tua, kur të thotë obligimet bazë që i marr para tyne nuk i zbaton. Nuk mundesh me kërku nga Bashkimi Evropian integrimin e Kosovës në BE, nëse ti që nën muaj s'ki një qeveri legjitime. Nuk e ki një qeveri që të vjen letra për shefit të zyrës të Bashkimit Evropian, përmes të cilës të tregohet, të thotë që duhet në ndërmarrë veprime sa më shpejt mu konstituu kuvendi, mu formu qeveria, sepse ti si kryeministër në detyrë, ministrat në detyrë, të cilët janë edhe deputet, një farë kanë dyshime për legalitetin dhe legitimitetin e juj. Ashtu që, si që ka thonë edhe gjykata supreme. Kështu që në këtë citat, në vend që gjithë liderët e partive politike, mbranda mundësive të tyre, me po përpjekje që me bind njëna tjetërën, këtë rast lëvizjet të vendosjet, PDK-n, LDK-n, AK-n, po edhe komuniteti i shumicë me formu qeverin, në mënyrë që me pas një qeveri legjitime, do të thotë thjesht janë duke u vetë kënaqur me do komunikata, me do një farë mënyrë do të thotë luftra mes vete, po që thjesht nuk po dërgon askund me dalë për këtij ngërçet politik që po thuaj se do të thotë si duket të më nënzan edhe fundi vitit. Dhe këtë në fund më falni, po harrojnë besoj që qatë çdo vite, muaj tetor është muaj kur duhet mu miratu ligji për buxhetin. Sot do të thotë jemi me 20 tetor dhe jo që s'miratohet ky ligj, po si duket do të thotë nëse s'kemi qeveri shpejt, nëse s'kemi nuk konfirmuar që kuvendi është konstituu, mund me nënzo vitit do të thotë pa ligjin për buxhetin. Dhe çka ndodh, nëse hyjmë në vitin 2026 pa ligj për buxhet, kuvendi i Kosovës, institucionet e pavarura mund të funksionojnë maksimum në janarin, shkurtin, do të thotë me një 12 e buxhetit. Nëse nënzon muaj 1 mars, kjo nuk kupton që as nuk mund me dalë paga të shërbimeve civil, as nuk del paga kryeministrit, as presidentes, as institucionet e pavarura nuk mund me funksionu, thjesht do të thotë kalojmë një shtet që është tash në paralizë, ku gjithçka është jo funksionale dhe do të thotë një farë mirë ndalet ora ku shteti funksionon në bazë të kushtetutës. A mund vetë ndoshta mund. E gjithë kjo panoramë që bëri hati tregon vetëm një gjë, tregon fuqinë të mërshme, pushtetin e të mërshëm që ka populizmi. Sepse në Kosovë teoria politike, ideologjia kryesore, stili politik është bërë populizmi. Populizmi ka një aftësi të jashtëzakonshme me kriju një realitet paralel, një botë tjetër, edhe një botë të emocioneve, një botë të patriotizmit, një botë të rrëfimeve të mëdha, e cila është krejtësisht e shkëputur nga bota reale, praktike, institucionale, nga jetesa e përditshme. Edhe e dim që në Kosovë lëvizja vendosje është alfa dhe omega e populizmit, por problemi kryesor është tash që edhe partitë opozitare janë bërë pengje të lëvizjes së vendosje dhe ato janë duke tentuar që me anë të populizmit të përfitojnë vota, të fuqizohen, sepse nuk ka shembull më të mirë të zanë se sa qasja ndaj listës serbe. Shikoni, LDK-ja edhe PDK-ja e dim pra që rolin e tyre në negociata edhe në planin apo në marrëveshjen e tripalshme për krijimin e listës serbe që ka qenë Kosovë, Serbi edhe Bashkia Ndërkombëtare, edhe idenë që ka qenë dhe edhe sakrificat edhe të gjitha kompromiset që i kanë bë për një gjë të tillë, pra edhe për veriun edhe dijen ato sakt.
Lëvizja vetëvendosje ka pas qasje prej fillimit kundërt, ajo nuk ka pas konsistencë. Po tash ka ardhur puna që ta zam edhe LDK, edhe PDK, nga frika e populizmit, e përfitimit populist të lëvizjes vetëvendosje me e pas një sjellje pseudo-patriotike edhe me i anulu apo me i hedh poshtë të gjitha ato kompromise që i kanë bërë në trajektorin deri më tani. Sepse edhe presidenti Ibrahim Rugova, edhe zoti Thaçi kanë qenë 100% të bindur për këto kompromise të domosdoshme që duhet bën në rrugën e shtetësisë Kosovës, edhe në shtërim, edhe në shtetësi, edhe krejt, pra nuk besoj që asnjë politikan i ka dashur as vendet e rezervuara, as listën serbe, por ka qenë kompromise të cilat kanë qenë brenda një korpusi shumë kompleks, edhe është dashur që të bëhen. Por tash kjo ideja për me anulu listën serbe në këtë mënyrë, pra ti moho në mënyrë politike apo ndrysho, krejt në rregull, të japim dorën, por në këtë mënyrë nuk bën sepse krijon më shumë bumerang, edhe ajo ankohet në gjykatë kushtetuese, e fiton rastin dhe pastaj kthehemi në pikën zero. Por çështja është që as për këto shifra që foli Hati, as opozita nuk flet. Pra as opozita nuk flet. E përmendëm edhe çështjen e një raporti të ICG-s ku 40% të njerëzve që punojnë për institucione publike kanë frikë nga hakmarrja politike që do t'ju bëhet nga ky sistem, edhe nuk shohim asgjë. I shohim shifrat eklatante, negative, ekonomike, veçanërisht në raport me rajonin për investime për kështu, nuk ka, të thot, politikant i marrin shifrat e OJC-ve. Kjo çka tregon? Kjo tregon që ata politikanë nuk kanë as ekipe, politikant opozitar, domethënë PDK, LDK, AK, edhe nuk kanë një kontrapunkt, një kundër ofert, bindse ndaj zotit Kurti, që ka edhe populizmin, i ka edhe 42%, i ka edhe një lloj aftësie që ti kamufloj gjitha këto, kështu që kjo është problem. Pra kemi hyrë me një grack të populizmit, edhe gjitha këto shifra të tmerrshme humbse për Kosovën, nuk nuk flitet shumë në për debate, pra më shumë flitet kush është patriot, kush është tradhtar, kush është kështu, se sa që fliten për humbjet e mëdha qindra milionëshe që i ka Kosova. E përmendi zotri Muhaxhiri listën serbe dhe pashmangshëm duhet diskutuar edhe një momentum tjetër. Kemi një javë përpara për ta krijuar qeverinë e Kosovës. Nëse nuk arrin zoti Kurti që ti ketë numrat, atëherë shkojmë në skenarë të tjerë. Pra mund të kaloj edhe tek i dyti, por pa e përjashtuar vetëvendosin. Por në ndërkohë mund të ndodhë që gjykata kushtetuese të vendosë edhe një masë të përkohshme dhe mos ta konsiderojë ndoshta fare këtë kuvend të konstituar. Këta që tha zoti Muhaxhiri ka të drejtë. Po e shikoja procesin zgjedhor në Maqedoni, ku janë parafërsisht 30% shqiptar. 30% shqiptar, Maqedonët nuk friksohen sa ne kemi rritë shifrën për 9 deputet listës srpska, sikur ata mund me na rrëmbi Kosovën. Nuk është e vërtet. Edhe kush do në zgjidhet në kryetar, e ka një shofer dhe një makinë, kaq. Nëse në kryetar e merr një shofer dhe një makinë, nuk ndërron Kosova.